إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله يستندرشم نسي besimtar duhet të kemi frikë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe duhet të kapmi për litarin Allahut subhanahu wa ta'ala, të kapmi për Kur'anin dhe sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të largohemi larg gjunaheve se trupi jon nuk mund të rinë ballë zjarmit të xhehenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala na zbriti Kur'an dhe na çoi pejgamber që të na mëson neve se si të ndërtojmë një familje. Se çështja e familja ka një rëndësi të madhe në dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe na ka mësuar Allahu si të ruajmë familjen tonë dhe si të përmesojmë ata dhe si të udhëzojmë ata, për shkak se çështja e familjes është tulla e parë e ndërtimit të shoqërisë. Nëse ka destabilizim, nëse ka çrregullim në familje, atëherë tullën e parë të shoqërisë nuk e kemi të sigurt. Dhe çdo herë të ketë destabilizim, do të ketë probleme, do të ketë telashe. Në kohët e fundit dy dukurinë negative që janë shfaqur në shoqërinë tonë, në mesin tonë. E para është divorci, talaki, shkurrizimi që ka hip numri shumë në mesin tonë, në vendin tonë. E dita është vonesa e martesës. Këto vetëm se kanë marrë flakën përpara. Talaki, shkurrizimi dhe vonesa në martesë. Këto dy dukuri negative kanë pasoja të mëdha. E besimtari duhet të kujdeset. Kur të shohim ne dukuri negative që paraqiten në shoqërinë tonë, duhet që të aktivizohemi, të pengojmë. Ashtu si aktivizohet bota kur paraqitet një virus, se si ta pengojnë atë virus. Viruset të cilët paraqiten me smuje me kështu me radhë, nëse vdes ti, inshallah kesh problem të Allahu. Por, nëse dëpërton virusin në rënimin e familjes, mjerë për ti dhe mjerë për ne. Se çka do t'i thëjmë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pikëspari ne duhet të dim vlerën e familjes, martesës. Nëse njeriu nuk e di vlerën e martesës, ai shumë lehtë ka të bën divorc. Se nuk e di vlerën. Nuk e di atë mirësi, atë begati që ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala në surët ar-Ra'd thot: "Wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha ar-rawasiya wa anhar wa min kulli ath-thamarati ja'ala fiha az-zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yatafakkarun." Allahu subhanahu wa ta'ala thot është ai I cili e ka bërë tokën të rrafsh. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala ka vëndur lumej dhe kodra. Dhe prej çdo frytit Allah ka bërë qift. Çdo semt e ka bërë qift përveç Allah që tek. Dhe mbulon ditën me natë. Këto janë argumente për ata të cilët din të mendojnë, kanë mend, din të analizojnë. Prej kësaj është Allah subhanahu wa ta'ala prej mirësisë të Allahut që ka bërë që të martohet njeriu me halal.
Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala bori që të jenë prej vetë të llojit. Krijoi Havën prej abrimit të Ademit alayhis salam, që të dihet ta kuptoje të njëjtit lloj njerëzimit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala vendoi dashuri, vendoi mëshirë në zemrat e njerëzive, që njeriu kur të martohet shtohet dashuria dhe mëshira ndaj bashortës së vet dhe kujdeset për ta. Kjo është rahmet prej anës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Është një begativ prej begative që ne harrojmë, që ne du të falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, që ne ka mundësuar të martohemi. Sa për njerëzive kanë betë pa martu, sa për njerëzive lipin nuse së në pëgjojnë, sa vajza kërkojnë bura, po së në pëgjojnë burët përshtachëm dhe kanë hinë në moshën. Ne dhe ata të cilës janë të martuar, a dina me falendru Allahun subhanahu wa ta'ala për këtë mirësi? Nëse nuk jemi mirënjohës për këtë mirësi që na ka dhënë Allahu, Allahu do të na marrë. Ose do të na ndëshkon me atë mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Lene vetëm kaq për Allahu subhanahu wa ta'ala, çështjen e martesës e ka emërtuar mithaqan ghalidha, besë e fortë. Do të thotë që momentin që thot Mujahidi dhe Qatar dhe Ibn Abbasi dhe Said ibn Jubairi, mithaqan ghalidh, besë e fortë, do të thotë është momentin kur e bën nikahin, momentin ku pranon baba të ta jap vajzën e vet, momentin ku ndahet mehri, momentin kur janë dëshimtar. Do të ti ke dhënë një besë të fortë Allahut subhanahu wa ta'ala, që ti do kujdesesh për atë gru, ti do ta mëshirosh atë, ti do kujdesesh për ta, ti nuk i bën padrejtësi, ti je i sjellshëm me ta. E si mundet një besimtar pastaj ta keq përdorje këtë mirësi që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala? Si mundet një besimtare ta keq përdorje këtë begati që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala? Talaki apo divorci nuk duhet të jetë shpatë mprehtë në majën e gjuhës tonë, çdo herë kur të zërmërojë gruaja jote, ti e din, do të shloj unë. Sa herë kur ta thënë qefin, kemi folur në ti, do të lëshoj. Sa herë kur nuk keni në pajtim, e marr ditën, e marr tretën, e marr katërtën, prap ka me të qatë parën, gjuna i shkretë. Do të vetëm se dështon në raportin me bashortën e vetë. E kjo nuk është prej cilësisë të besimtarit, që ti kërcënohet çdo herë bashortës së vetë me shkurrizim apo me diçka tjetër. Po njëjtën kohë, tash po kërcënohen në treja, se shkon dhe gjën një tjetër. Allah më shiroft atë burr, i cili ka një histori të mirë, e ka një mbritësi të bukur dhe të mirë, është i butë dhe i sjellshëm me bashortën e tij. Ai hec mbas urdhave të Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe nuk e urdhron bashortën e vet që të shkelje normat e dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu më shiroft një grua, e cila është e butë dhe e mirë, e cila e ndëgjon burrin e saj, kur ta shikon e gëzon, kur ta ardhon i bindet atij, kur ta mungon i harron mallin dhe nderin, dhe ajo nuk e ngarkon burrin e vet jashtë parimeve fetare. Nëse kemi këtë, nëse gjejmë këto, atëherë besoj që do të jetë një familje e qetë dhe e lumtur. Dhe ati nuk ka vend fjala divorcit, talakit dhe shkorrizimit. Ati do të vëresh buzëqeshje, rahati, qetësi, lumturi, edhe ata të cilët kanë këtë jetë, është vështirë ato burrat i gjesh në kafe, edhe në rrugë, apo gratë
t'i gjensh vetëm dalën prej shtëpie të ecin që të kalon dita dhe orët. Mungesa e lumturisë, mungesa e qetësisë në për shtëpiat tona na ka bërë që të gjejmë rahati në për kafe, restorante, jashtë shtëpive tona, jashtë grave tona, jashtë fëmijëve tonë. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiz Allah." Allah subhanahu wa ta'ala i përshkruan që gratë e mira janë ata gratë të cilat i përullën Allahut subhanahu wa ta'ala. E ruajnë fshëtsin ghaibin, atë të cilën sekretet që i ka udhruar Allah subhanahu wa ta'ala. Do të ruan derin e saj, ruan pasurinë e saj, ruan sekretin e burrit të vet. Këto i ka përshkruar Allah subhanahu wa ta'ala që janë gratë të mira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Cila femër i fal peskat e saj dhe agjeron muajin e saj, e ruan derin e saj dhe i bindet e dëgjon burrin e saj, do t'i thuhet asaj në ditën e Kiametit, hin në xhenetin e Allahut nga cila derë don ti." Hadithin ka nxjerrë Ahmedi ibn Hibani në sahihin e tij dhe ka bëu Hasan Sheikh Albani këtë hadith. Dispozitat dhe rregullat e dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala që kanë të bëjnë mes dy bashkëshortëve kanë ardhur vetëm se si ta ruajmë ne familjen tonë, si ta ruajmë gjendjen tonë, si të kujdesmi për familjet tona. Se Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dhe sjellni mirë me ta. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khayran kathira. Nëse juve diçka s'ju pëlqen, s'ja knoq zamrën, keni diçka nuk ju bën të rahatshëm, s'pëlqen diçka prej saj, thot dije se Allah subhanahu wa ta'ala ka me dhënë diçka më të madhe, ka me ju dhënë diçka më të mirë. Vëllezër, ka mundësi një sjellje se pëlqen prej gruas tënde, po ka mundësi respektin që ja bën prindve tuaj sa ne gjensh askund. Ndoshta diçka s'din me gatu shumë mirë, por e di me të nderu shumë mirë ti. Do thot, mos të kapni për një fije apo diçka e pastaj ta rënojmë. Apo nëse ka hip pak në pesh, tranohesh krejt. Pse se shikon shumë në po rrjetet sociale, e bon pastaj destabilizim në familje. Do thot, nëse nuk pëlqen diçka prej ta ajo, mos mendo se ke gjërat e tjera nuk i ka në rregull. E Allah subhanahu wa ta'ala na ka porosit që ne të kujdesmi, të sjellmi mirë me to, pa marrë parasysh në fjalë, në vepra e kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Le mos ta urrejë besimtari, një besimtar, do thot bashortën e vet, për shkak një sjelljes që si pëlqejnë, apo një cilësie që si pëlqen ati te bashortja e vet. Se ka mundësi dhe të kënaqesh me një cilësi tjetër apo me një vepër tjetër. Ne si besimtar duhet të kujdesmi, e sidomos këtë gjenerat të re, që të këshillojmë për shkak se çështja e talakit, divorcit, është duke u ngrit më të madhe. Si mundët atë shpejt, si mundët prindrit tonë rrallë, a këton ka ndodhë talak, se çështja e divorcit o vëllezër, nuk është prishja e dy çifteve, është prishja e një familjes. Nuk është prishja e një familjes, është prishja e një shoqërisë. Është destabilizim në shoqëri. Çdo civilizim që ka kaluar në të kaluarën nuk e shkatruar dhe nuk e rënuar vetëm momentin kur është rënuar familja, kur është përzi halali me haramin, kur ju ngatru kablat, kur sandet e këndshme të kësaj dunjës na detirojnë prej kënaqësisë, jo se të vedhon dikush na këndët që ne të kena një jetë më të lumtur, e pas 10-15 viteve shohim rezultatin se nuk u kanë ajo, nuk u kanë vendimi i duhur. E Allah subhanahu wa ta'ala na ka treguar, na ka mësuar cilat janë vendimet e duhura.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normal, shkurizimi i divorci është në Islam rregull, ka dispozita, por jo kur të ndeket. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila grua kërkon divorc prej burrit të saj pa asnjë arsye, thot kjo e ka haram ta dëgjojë erën e xhenetit. Hadithin ka vë sahih Sheikh Albani, të ardhën në Imam Ahmed bin Hanbalin, Musnedin, Abu Dawudit, Tirmidhiu. Si mund të vëllezër të ndodhin pas 30 viteve, 40 viteve, 25 viteve martesë, me 4-5 fëmijë, me 3-4 fëmijë, me 3 fëmijë, me thonë s'jam e kënaqur me burrin. Nga me erë kjo? Si mundët kjo? Nëse nuk do të ishen pajtim gjutë përbashkë dhe e kënaqur, nuk do të shkoj këtë gatë. Ka është një problem serios që kena mesin shoqërisë tonë. E në do të shohim nga na vin kjo. Ku është problemi? Për këtë Shejх Islami Ibn Taymi rahimahullah thot se talaki në esencë ka baza, ka rregulla, zguxon të lëshosh gjuhën tënde, por është që lejohet nëse e lip nevoja. Nëse e lip nevoja, lejohet që ta shkurrizosh, do thot të shkurrizoj të ndodhe talaki divorci. Mos harrojmë se dëshira më e madhe e iblisit kryesor është kur të prishet di bashar. Kjo është dëshira më e madhe e iblisit. Kjo është dëshira në kull që gëzohet iblisi kur të sheh se është prish një filan me filanën. E ne nuk duhet t'ja plotësojmë dëshirat e iblisit. Ne nuk duhet të ecim pas hapave të cilët i shohim në rrjetet sociale, se nuk është realitet ajo. Do të kjo është që ti e hidhron Allahun subhanahu wa taala, nuk do të ndish erën e xhenetit, dhe ti e gëzon shejtanin. Pastaj, çështja e talakit është dorën e burrit, së gruas. A e dini pse dorën e burrit jo gruas? Se gruaja dhe njerë gjikon me emocione. E burri ndalet dhe mendon ma gatë. E tash ti e burr, ti udhëhec, ti do të ndalesh mendojsh. Ti mos marr vendim me emocione. Mos shpejto, dhe ke Sheikh Abdul Qadri, më shoj pak frenave, mos shpejto, se derisa e ke gjetë një nuse, derisa e ke përgatit dorën, derisa e martue, e derisa, të në atë shkollaj mu prish, ja, dhe ke më shoj pak frenave. Pak ndalu. Nga na vin kjo të shohim në pjesën e ditë të hutbës, lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na ruaj familjet tona. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na japë rahati dhe qetësinë familjet tona. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na shton dashurinë në familjet tona. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej besimtarëve që e pasojmë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse pasojmë, do të gjejmë lumturi në mesin e familjeve tona. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Për me artërit e divorci të talaki ka sebepe. Prej sebepeve, do të thotë në do të cekmi 10, por zbesoj do të na jese por hutbën e ardhshme si të jemi gjallë inshallah. E para është problemi, sebepi i parë është hidhrimi dhe mos sabri. Në momentin kur të ndodhen mos pajtime mes dy bashkëshortëve dhe hidrohet dhe del situata, dhe del prej kontrolle situata, si cili tenton të dale i pafajshëm dhe fillon të ngrirën zërat në mesin e familjes, kanë prezent fëmijët, s'kanë prezent fëmijët, pa më parasysh, momenti parë, çka i shkon mendja njeriut, me i thonë, si e gruaja ime, ti ke vetë më tregu më kopalla. Kjo, njeriu çka? Edhe shejtoni jam ndihmon këtë voton, ka ki voton. Thot mire ke,
Mboj natin tanë, çoj natin tanë. Muhammed sen Jakubi thoi ke kujdes të zvi lufta mbas shpine. Me familjen kur të lashe, me gruan. Kurse njëri tjetër prej hoxhallarëve, ai thoi ke në momentin kur gruaja thotë fol se tash ti je fajtor për këtë se çe goja. E thoi ke në çat moment ti bën sabër mos fol. E thoi ke ti kur s'do folish, ai thoi ke hala ma shumë ka apetit me fol. Thotë sikur se të kishe ti hak 1% ti s'rishe pa fol. Po e jetë pa vetë tonë që e gabim. Thotë prap ti mos fol. Prap ti bën sabër. Se pas një kohe do të qetësohen dallka. Se Allahu subhanahu wa taala ka krijuar famrën e cila është e butë zemër dhe bjen pas një qasti. A ti mos mendo se ti je i fort nëse i thua mlidhi plaçkat dhe shko te babaja. Apo mos mendo se je i fort del prej shtëpia, e shin telefonin, shkon kafe, apo shkon në hotel, ti me u hakmar gruas ju në zvishvi. Edhe kjo nuk është trimni. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur hadithi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot nuk është i fort ai i cili i mund njerëzit me pelivan. Por thot është i fort ai i cili në momentin e hidhrimit e mba veten e vet. Thot Abu Dharr radhiyallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse hidhrohet në njëri prej jush do është në kam, thot le të ulet. Nëse e sheh që nuk i shkon hidhrimi, thot le të shtrihet. Mënyrat dhe format se si ne të kalojmë situatën kur ndodhen mos pajtime. E normal në dunja ndodhin gjatë jetës bashkëtorë ka mos pajtime, ka mendime të ndryshme, por mos e haroj jetën. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, sjellnu mirë me to. E kështu që inshallah pika tjera khutbën e ardhshme do të cekmi sebepet pse vjen të rritet divorci. E lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të në ruaje familje tona. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të në fali mëkatet tona. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të në bashkon gjithve në xhenetul firdaus wa aqimus salat.